Pjesa e mbetur edicionit të lajmeve I kushtohet intervistës së ditës. Në minutat në vazhdim do të flasim për zhvillimet në Serbi, për zhvillimet në Lugin të Preshevës dhe në rajon. Në studio kam të ftuar deputetin Shaib Kamberi, deputetin në Parlamentin e Serbisë. Zotri Kamberi, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Alsat. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Zotri Kamberi, Serbia është në krizë politike, prej muajsh studentët janë në rrugë. Kuvendi ka konstatuar dorëheqjen e kryeministrit. Sot kur po vini nga atje, si është situata në Serbi? Vazhdon situata e njëjtë. Për 5 muaj me radhë që nga tragjedia në Novi Sad, Serbia është futur në një krizë të rëndë politike, ndoshta më e rënda që nga ardha e Aleksandar Vučićit në pushtet në vitin 2012, dhe me shumë gjasë të thellohet. Qeveria është dorëhequr, parlamenti ka konstatuar dorëheqjen e saj, afati ligjor ka filluar të ecë prej 18 marsit, kështu që me 18 prill do të jetë dita e fundit kur do duhet të bëhet një qeveri e re ose Serbia të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Aleksandar Vučić sot ka filluar bisedimet me partitë parlamentare, I ka ftuar, por në fakt që nga ftesa që e ka bërë, që nga paraqitjet e tij publike, ai në asnjë moment thjesht ai dhe regjimi I tij nuk po pranojnë se Serbia është në krizë politike, po mundohen që me metodat e njëjta, me metodat e rregullta, të them kushtimisht, ta zgjidhin këtë krizë, ndërkohë që situata është e jashtëzakonshme. Pra, ai ka dy mundësi. Ka mundësinë që të bëjë një qeveri, sepse ka shumicën parlamentare, të bëjë një qeveri ndoshta me njerëz të tjerë, me emra që deri tash nuk kanë qenë pjesë e pushtetit, por e cila nuk do ta zgjidh krizën sipas meje, sepse kemi në një anë opozitën e cila nuk do ta votojë atë qeveri, opozitën parlamentare, dhe kemi në anën tjetër studentët që faktikisht kanë nisë këtë krizë politike, që nuk janë të gatshëm pra të pajtohen me një zgjidhje të rëndomt, siç pretendon Vučić, të gjithë këtij problemi dhe të kësaj krize politike. Pra, thjesht akoma nuk është e qartë se cili do të jetë qëndrimi I tij. Unë mendoj se Vučić preferon të shkojë në zgjedhje, që duke përdorur kushtet aktuale ligjore, duke u ndihmuar nga serbët e Bosnjës, normalisht nga votat e serbëve në Kosovë, të arrijë të fitojë kushtimisht në zgjedhje, dhe ta paraqesë opozitën të pa organizuar të dobët dhe ta konsolidojë pushtetin e vet. Por kësaj radhe nuk e ka situatën atje. Nëse opozita nuk merr pjesë në zgjedhje, nëse pjesa bojkotuese e Serbisë vazhdon të mos pranojë pra një vendim të tillë, kriza veç do të thellohet edhe më tepër dhe do të shohim si pra koha do të tregojë se si do të shkojnë gjërat. Thatë se zotri Vučić sot ka nisur bisedimet për formimin e qeverisë së re. 2 ditë më parë ju njoftuat se nuk do të merrni pjesë në këto bisedime publikisht, treguat arsyet sepse nuk I shkonin në bisedime Vučićit. Pra është një praktikë në Serbi, mbas cilës presidenti zhvillon bisedime me listat parlamentare, listat që kanë fituar mandate, dhe këto biseda fillojnë zakonisht prej partive apo prej listave që kanë më pak mandate. Me që ne kemi vetëm një mandat, isha I pari unë që isha I ftuar në ato, por natyrisht I pari dhe I pari tha që jo. Po I thash jo, se në fakt unë kam pas takimin e fundit me zotin Vučić në shkurtin e vitit kaluar, kur ishin konsultimet për krijimin e qeverisë që shkoj, kam dorëzuar me shkrim gjitha kërkesat e shqiptarëve, kam dorëzuar disa kërkesa plotësuese që janë jashtë planit 7 pikë që ka të bëjë me punësimin e mjekëve në shtëpinë e shëndetit në Preshev, kuadrove. Që është miratuar në programin e qeverisë. Që është miratuar si programi I qeverisë për gjithë Serbinë dhe Presheva ishte vetëm një punë që nuk është zbatuar. Do t'i kthejmë aty në pikë. Është një temë për cilën presidenti I Serbisë ka qenë njoftuar, veç kërkesave të rregullta politike që ka pas premtime se brenda 10 ditëve do të filloj personalisht të angazhohet në zgjidhjen e këtyre probleme. Ka pas premtime që personalisht do të kërkoj publikisht që të ndërpritet gjuha e urrëqjes ndaj shqiptarëve, ndërkohë që ne kemi skalim edhe më të madh. Herën e fundit kemi pas krye parlamentare në Ana Brnabić, e cila në parlament zyrtarisht ka përdorur gjuhën të termin ofendues shqiptari dhe në cilën Aleksandar Vučić nuk ka reaguar fare. Pra, me që në vazhdimsi kemi përsëritur kërkesat dhe Aleksandar Vučić në asnjë moment nuk ka treguar dhe regjimi I tij nuk ka treguar vullnet
për të ullur, biseduar seriozisht me shqiptarët dhe për të zgjidhur ato probleme, do të ishte farsë politike që unë të shkoj kësaj radhe në një atmosferë të tensionuar, në cilën vetë Serbia është e polarizuar kundër dhe pro Vučić, të marrë pjesë pra në një proces i cili spaku nuk është demokratik. Si është disponimi i komuniteteve tjera? Në parlament ka deputet dhe të bashkësive tjera etnike. Do të shkojnë në bisedime ata? Po nuk janë gjitha komunitetet, gjitha pakicat në Serbi nuk janë të përfaqësuara në parlament. Në Serbi ekzistojnë 22 pakica, por vetëm një pjesë e tyre është e përfaqësuar në parlament. Janë hungarezët e Vojvodinës, janë bosnjakët e Sanxhakut të përfaqësuar në parlament përmes dy partive, partisë Rasim Ljajićit dhe partisë Usama Zukorlićit. Ka qenë ministër një përfaqësues kroat i cili nuk ka arritë siguroj mandat në zgjedhje, pra pa mandat, ka marrë postin e ministrit për drejtat njerëzit. Dhe janë pjesat tjetër e bosnjakëve të përfaqësuar nga SDA Sanxhakut, që janë pjesë e opozitës bashkë me mu pra në gjithë këto vite. Partitë cilat sot kanë marrë pjesë në zgjedhje, në konsultime faktikisht, në bisedime me presidenti Vučić, janë partitë e pakicave që kanë pjesë e qeverisë dhe janë pjesë e qeverisë aktualisht. Janë pjesë e pushtetit për vite me radhë. Pra ato i kanë një borxh Aleksandar Vučićit. Ne nuk i kemi borxh. Ne nuk kemi pas borxh, në fakt ata qeveria, parlamenti, Beogradi na ka borxh për faktin që për 12 vjetë radhazi refuzon të realizoj atë planin e famshëm 7 pikësh, të cilin qeveria e Serbisë e ka aprovuar në qershorin e vitit 2013. Pra, thjesht, kemi një blok të partive politike të pakicave që marrin pjesë, sepse ishin pjesë e qeverisë në vazhdimsi, dhe bloku tjetër, ku jam unë dhe janë 2 deputet të SDA-s, që nuk do të marrin pjesë as ata, sepse thjesht kërkesat e bosnjakëve, po ashtu gjajshme të shqiptarëve për integrim në organe shtetërore, për çështjet e caktuara, po refuzohen. Dhe kur sheh, këtu është anakronizmi, kur sheh deputetët e partive të pakicave që sot kanë marrë pjesë, sidomos nga radhët e bosnjakëve, thojnë se presidenti i Serbisë do t'ia shtrojnë çështjen e integrimit të bosnjakëve në institucionet shtetërore. Në fakt, janë pjesë e qeverisë që nga viti 2016, faktikisht 9 vite po bëhen, që janë pjesë e qeverisë, nuk kanë arritë këtë kërkesë vetën të realizojnë në një qeveri, dhe tash paraqesin një kërkesë të re, gjoja se me Vučićin do të bisedojnë çështjen e integrimit. Pra është thjesht një farsë politike që ka për qëllim të ruaj pushtetin e Vučićit, ta konsolidojë atë edhe më tepër, sepse shposhihet shumë qartë që Aleksandar Vučić nuk është dikush që me të mirë shkon nga pushteti. Çfarë do të thotë kjo? Duke pas parasysh se studentët nuk heqin dorë nga kërkesat e tyre. Unë shpresoj që nuk do të heqin dorë. Unë shpresoj që nuk do të heqin dorë sepse për formimin e qeverisë. Polarizimi është aq i madh dhe kur shohim protestën e 15 marsit në Beograd, kur shohim tendencën e pushtetit dhe Vučićit që të përdorë dhe të quajë ashtu armë të ndaluara me ligj, me ligjin e policisë që ka përdorë, siç është ai topi zënor akustik. Pra, kjo flet qartë se Aleksandar Vučić është i gatshëm ndoshta të shkaktojë edhe trazira më të mëdha dhe ndoshta edhe gjakderdhje, por të largohet nga pushteti lehtë jo. Në anën tjetër kjo do të varet nga qëndrueshmëria e lëvizjes së studentëve dhe ajo që është më e rëndësishme, nga profilimi politik i kësaj lëvizje. Në të vërtetë, sa mendoni zotëri Kamberi se vetë studentët pa një mbështetje të opozitës mund ta rrëzojnë Vučić? Këtu tash në Serbi kemi të them 3 pole. Është e pushtetit, janë studentët që janë blokad dhe është opozita që disi është anësh. Për faktin se studentët nuk kanë desh të lidhën me opozitën, për arsye se nuk kanë dashur në start kërkesat e tyre të kenë politike, por kërkesa vetme e tyre për momentin e artikuluar është antikorrupsioni. Dhe çështja tjetër se në shumë raste, në këto 13 vjet të pushtetit të Vučićit, opozita apo spaku një pjesë e saj në momentet kritike shpeshherë kanë ditë të shiten, apo t'i blejë Vučić apo t'i shantazhoj. Prandaj ja kanë bërë gati në një moment caktuar të rëndësishëm kur pushteti i tij është përballë me probleme. Prandaj edhe kësaj radhe ky poli i tretë që është paraqitur në shoqërinë serbe është për momentin i pavarur, edhe pse mendoj që koha që e artikulimit të kërkesave të tyre në mënyrë politike po afrohet dhe nga kjo do të varet se çfarë kahje do të ketë Serbia. A do të kemi një zëvendësim të një Vučići me një Vučić tjetër,
të një vije të caktuar politike me një koncept të njëjtë politik, apo do të kemi vërtet një koncept politik i ri i cili do të bëjë një diskontinuitet, një prerje me të kaluarën e dhunshme të Serbisë, me pranimin e fajit për gjitha çfarë ka ndodhur, me njohjen e krimeve të luftës, me kërkim falje ndaj kombeve fqinj në rajon dhe me një politikë krejtësisht tjetër miqësore ndaj vendeve të rajonit. Zot Gamberi, kthehemi tash tek problemet me të cilat përballen shqiptarët në Luginë Preshevës, është ajo marrëveshje 7 pikë që asnjëherë nuk po gjen zbatim. Keni përmendur në statusin tuaj shumë pika, ndër problemet kryesore me të cilat po përballen shqiptarët është akoma pasivizimi i adresave, edhe pse për këtë çështje u fol edhe në Bruksel. Pasivizimi i adresave, vazhdon ende, mosnjohja e diplomave që është akoma në fuqi përkundër faktit që ekzistojnë 2 apo 3 marrëveshje të nënshkruara mes Kosovës dhe Serbisë. Është marrëveshja e Washingtonit. Në Bruksel janë 2 marrëveshje dhe është një dekret i qeverisë serbe, një udhëzim administrativ i vitit 2014 për njohjen e veçantë të diplomave që vijnë nga territori i Kosovës. Është marrëveshja për njohje reciproke, siç e thashë, Washingtonit, në kuadër të cilës Republika e Kosovës ka filluar të njohë diplomat e Universitetit Mitrovicës Veriut, janë proces disa diploma, disa janë njohur, dhe Serbia nuk e ka bërë as edhe një hap vetëm për të iniciuar këtë proces. Pranimi i diplomave, pasivizimi, faktikisht një gjendje pa perspektive ekonomike, mos integrimi në organet shtetërore janë mekanizma të cilat Serbia perfekt, të cilat Serbia po i përdor me shpopullu Luginën e Preshevës nga shqiptarët. Dhe në një mas të madhe ja ka arritër, sepse një pjesa vitale e shoqërisë tonë është janë larguar në drejtim të vendeve të Evropës perëndimore, Gjermani, Francë, Belgjik, një pjesë, ndoshta Holand, por kryesisht janë në vitet e fundit janë të orientuar njerëzit në Gjermani, sepse prej vitit 2008 nuk njihen diplomat. Gjithë ato kuadrë që kanë mbaruar universitetin në Prishtinë, në Kosovë, gjithkund nuk kanë perspektivë. Pra thjesht Serbia po e zbaton një politikë të spastrimit etnik dhe aq më keq po ndodh në një shtet i cili është zyrtarisht pjesë e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian dhe po ndodh në sytë e Bashkimit Evropian. Jo e përmendet, ka pas një deklarat, një rezolut në Bruksel, ka pas një reagim të Parlamentit Evropian, ka pas shpesh herë edhe Departamenti i Shteteve të Bashkuara, jashtëm i Shteteve të Bashkuara, po ka përfunduar me atë. Nuk ka pas ndonjë presion konkret ndërkombëtar ndaj Serbisë që t'i kërkohet të ndërpriten gjithë këto procese dhe të ulet me shqiptarët në mënyrë serioze. Prandaj edhe pas gjithë kësaj do të ishte një farsë vërtet politike që të merret pjesë në një proces cilin as vetë serbët nuk po e pranojnë, pra që e kam fjalën për procesin e konsultimeve që po i realizon Vučić me partitë parlamentare. Prandaj edhe nuk e pa është arsyeshme që të jenë pjesë asaj farse politike. Pos pasivizimit të adresave dhe diplomave, në këtë aspekt duhet të pyes si është bashkëpunimi i pushtetit lokal me atë qendror? Po nuk mund të themi se ka... Shqiptarët udhëheqin dy komuna, Preshevën dhe Bujanoc. Komuna Preshevë dhe Bujanoc janë komunat më të pazhvilluara në Serbi. Janë komunat cilat ka më spaku programe shtetërore për të revitalizuar ekonominë, për të ndihmuar. Si është situata me mjekët, me policët? Çështja është se në Bujanoc kemi një qeverisje multietnike e ndërtuar në zgjedhjet e fundit, e cila është krijuar me shpresën se nëse qeverisja lokale është multietnike do të arrijë të akumulojë fonde më të mëdha nga qeveria qendrore, por nuk po ndodh. Pastaj nuk jep efekt. Nuk po jep efekt për faktin se Beogradi nuk është i interesuar që Luginën e Preshevës ta zhvillojë, që ta krijojë një hapësirë me perspektivë ku njerëzit vinë dhe jetojnë, por qëllimi është që të krijojë një zonë të vdekur nga e cila njerëzit largohen. Dhe situata është e ngjajshëm në gjithë sektorin cilin e kontrollon shteti, qoftë në polici, qoftë në shëndetësi, qoftë në punësimet tjera, gjitha institucionet e shtetit që janë kompetente për komunat e tona, punësimi bëhet vetëm në baza partijake, në radhë partë SNS-s dhe në baza etnike serb. Shqiptar ka disa vite me radhë që nuk janë pranuar si policë. Prej projektit policisë multietnike të realizuar pas luftës së Çukmamës në vitin 2001, kur ka fillu projekti policisë multietnike 2002-2003, nuk ka në mënyrë mas më të madhe shqiptar që janë punësuar në polici. Ka pas ndoshta disa raste individuale deri në vitin 2011-2012, por këndej nga ardha e Vučićit në pushtet, numri i policëve shqiptar në këtë zonë po
zvoglohet. Dhe ndoshta për 10 vitet e ardhshme ne do të vijmë në situatë ku nuk do të ketë policë shqiptare. Dhe ne po kthehemi në situatën e vitit 99, në cilën e kemi pasur çfarë ka gjeneruar në rajon, kur kemi pas një polici monoetnike, e cila ka zbatuar dhunë ndaj popullatës etnike shqiptare, ka bërë plaçkitje, ka bërë gjitha mekanizmat shtetëror i ka përdorur për të maltretuar, për të keq trajtuar popullatën shqiptare në këtë rajon. Dhe përsëris shkënjimi jonë më i madh është në atë që Bashkia Ndërkombëtare disi bën sehir në gjithat që po ndodh në rajon, edhe pse është kryekput e njoftuar, qoftë përmes OSBE-s, delegacionit të Bashkimit Evropian, ambasadave konkrete perëndimore, të gjitha janë të njoftuara me situatën. Mirë po, kjo përkthjelja e vazhdueshme që po i bëhet Vučićit, e shohmi tash në dëm të demokracisë, në stabilokracia është preferuar, e tash edhe demokracia dhe stabilokracia janë të rrezikuara në Serbi. Vučić nuk është dikush që mund të ofrojë më edhe stabilokraci, sepse po shihet çfarë është gjendja në Serbi. Por, si duket, shtetet e caktuara preferojnë litiumin në favor të demokracisë. Mund ndikojë kjo edhe në bisedimet mes Kosovës? Po, me Kosovën është diçka tjetër, sepse duhet edhe pala tjetër të pajtohet. Kosova është subjekt... Ka ndërprirje dialogut, por Kosova ka nevojë për rumbullaksimin e subjektivitetit vetë shtetëror, por nuk është Serbia që mund të imponojë zgjidhje Kosovës. Ndërkohë që situata me pakicat, sidomos me shqiptarët... Ndikimin e faktorit ndërkombëtar këtu, ndoshta pak më shumë po e përkthemi se sa duhet Serbia edhe në këtë aspekt. Pikrisht që edhe themi një vdekje klinike e dialogut është për shkak të kësaj përkthjelje, sepse jo është dhënë me drejt shumë herë Serbisë kur s'ka pas drejt, kur kërkon shumë më tepër se çka çdo pakicë në bashkimin brenda territorit Bashkimit Evropian, ndërkohë që vetë nuk është e gatshme të jap as ato të drejta që janë fundament i BE-s, por që janë të garantuara me Kushtetutën e Serbisë. Pra, integrimi i barabartë dhe reciprok në organet shtetërore është një normë kushtetuese në Serbi, që duhet i garantohet pakicave në territorin e komunave ku jetojnë ato. Nuk po zbatohet as kjo. Pra, thjesht, Serbia punon me standarde të shumë fishtat, në radhë parë duke kërkuar për serbët gjithkund në rajon të drejta që si ka asnjë pakicë tjetër, ndërkohë që brenda territorit të vetë 22 pakicave tjera janë mohon të drejtat fundamentale. Zoti Kamberi, fare në shkurt, kemi shumë pak kohë, një pyetje, si është bashkëpunimi i juaj si deputet me partitë shqiptare në Maqedoni, si e vlerësoni skenën këtu, do të ndërlidhem edhe me pyetjen që ka të bëjë me interesin e popullatës shqiptare në vendbanimet në komunë të Likovës, konkretisht me hapjen e kalimit kufitar Llojan Miratoc. Është një premtim prej vitesh që bëhet. A ka interes Serbia të bëjë këtë pikë kalimi kufitar dhe në këtë aspekt si është bashkëpunimi juaj me partitë shqiptare? Po në kuadër të asaj që njihet si etnikumi kombëtar shqiptar, pra vendeve ku jetojnë shqiptarët luginit Preshevës janë pjesa më e rrezikuar. Pikërisht për këtë arsye ne kemi nevojë bashkëpunimi me Kosovën në radhë parë, me Republikën e Kosovës, me institucionet atje, me Republikën e Shqipërisë dhe institucionet atje, por natyrisht që interesi jonë është të kemi bashkëpunime dhe me gjithë faktorin dhe spektrin politik këtu në Maqedoninë e Veriut. Dhe kemi raporte korrekte me gjitha subjektet politike, cilat për vitet të reja ndërtuar, edhe para se unë me qenë deputet, edhe para se unë me qenë kryetari i Partisë për Veprim Demokratik. Pra, janë krejtësisht në baza korrekte. Ajo që është me rëndësi për ne në këtë proces ku po definohen shumë çka janë raportet tona me qeverinë e Republikës Kosovës, sepse zyrtarisht ajo është në dialog me Republikën e Serbisë dhe nga kjo dialog ne presim që dalin të mira edhe për shqiptarët e luginës Preshevës dhe në vazhdimsi, plani 7 pikë që e përmendëm më herët, është definuar si një dokument, si një platformë e masave urgjente për përmirësimin e pozitës shqiptarëve. Por synimi jonë është reciprociteti. Nëse ndërtohen standarde të caktuara që do të blejnë për komunitetet apo një komunitet veçantë brenda territorit Kosovës, ato duhet të jenë të aplikueshme edhe për komunitetet dhe pakicat që jetojnë brenda territorit të Serbisë. Pra, në këtë moment interesi jonë dhe bashkëpunimi jonë është i orientuar kryekput në bashkëpunim me qeverinë e Republikës Kosovës. Dhe sa i përket kufirit është një temë e cila me vite të tëra po zvarritet që nga viti 2012. Sidomos, pavarësisht se ekzistojnë vendime, ekzistojnë ligji në Serbi për hapjen e këtij vendimi, fillimisht pas ndodhjes së një aksidenti kur ishte vrarë një
djalosh në Preshev, një voglosh nga ushtria serbe, është nxjerrë vendim atëherë nga qeveria federale për hapjen e kufinit edhe në Lojan Miratovs, edhe kufinit në Prohor Pçinski. Ajo është funksionalizu kjo për faktin që qeveria e Serbisë nuk do as me një mas të vetme t'ja lehtësoj jetën shqiptarëve. Pra thjesht është Beogradi ai që po e stopon, edhe pse unë disa herë në ministri të caktuara kam ngritur këtë temë, në parlament kam ngritur, përgjigja atyre ka qenë politike se është Maqedonia ajo që po e pengon, por në fakt pas bisedave që kam pas edhe këtu me zyrtar, kam marrë përfundim se Serbia është ajo që nuk dëshiron të ndërmarrë, qoftë edhe një mas që është simbolike, që do t'ja lehtësoj popullatës lokale spaku kalimin më të tjerë dhe qarkullimin më të tjerë. Le të shpresojmë se intervistën e ardhshme kur do të vini këtu, do vini nga Llojani. Shpresojmë. Zë Gameri, kaq kishim kohë për këtë intervistë. Ju falenderoj shumë për kohën që ndatë të vini nga Lugina këtu drejt për drejt në Alsat. Faleminderit, ishte kënaqësi.